laureatin presidente e sindikatës së parë të gazetarëve në Shqipëri. Miranda, mirë se më erdhe. Për publikun që po na ndjek, duhet ta themi që ne jemi shoqe. Jemi diplomuar bashk në 2006 për gazetari dhe kemi mbajtur her pas here kontakte me njëra tjetrën, dhe sa mirë që më erdhe sot për të treguar rreth aktivitetit tënd profesional. Le ta nisim këtë bisedë duke pyetur diçka më shumë rreth sindikatës, si u ka lindur ideja, çfarë qëllimi keni pasur? Faleminderit Valmora për ftesën. Ka një domethënie shumë të veçantë, jo vetëm për shkak të asaj që mund të flasim dhe mund të shprehim që i vjen në ndihmë gazetarëve dhe punonjësve të medias, sepse doja të bëj një saktësim, sindikata është e gazetarëve dhe punonjësve të medias, sepse zakonisht jemi mësuar që organizatat e ndryshme apo shoqatat funksionojnë vetëm për gazetarët. Por kjo sindikat ka në fokus të gjithë punonjësit e medias, të profesioneve të ndryshme. Dhe ka një domethënie tjetër të veçantë kjo bisedë me ty, sepse shikoj si një lloj suporti, një lloj solidariteti ndërmjet kolegeve, se zakonisht nuk parandot, do të thuash. Ka një lloj konkurrence ose një lloj rivaliteti, dhe prandaj e vlerësoj jashtëmase shumë për të treguar më shumë për këtë organizat që ka ndërmarrë një iniciativë goxha të vështirë për tregun ku funksionojnë mediat sot si biznese, por edhe për shkak të problemeve shoqërore që ka shoqëria shqiptare. Dhe kjo iniciativë ka lindur, po themi, të paktën 2 vite përpara, dhe vitin e kaluar ne jemi ligjëruar zyrtarisht edhe nga gjykata. Ka nisur si një bisedë mes kolegësh, pra nuk është krijuar as nga ndonjë subjekt politik, as nga ndonjë korporat, nga ndonjë organizat apo konfederat tjetër, siç jemi mësuar zakonisht të ndodh me krijimin e sindikatave, por ka nisur nga vetë gazetarët. Pra unë me një grup kolegësh, fillimisht të ngushtë, kemi filluar të mbledhim firmat dhe të bëhemi bashk, të skicojmë, si të thuash, ekzistencën e kësaj organizate që kërkon të mbrojë të drejtat e punonjësve të medias. E kam ndier dhe vetë në kurriz peshën e madhe që të ngarkon jo vetëm profesioni, por si një njeri edhe familjar, ne kemi të gjithë detyrime, pavarësisht se unë profesionin e gazetarit apo atit operatorit, atij që punon në media e shoh më shumë si një mision, sesa një punë. Më duket pak sikur e zvogëlon për masën kur thua çfarë punë bën. Dhe e kam ndier vetë në peshën, siç thashë më përpara, në kurriz të këtë gjithë lodhjen, po themi, jo lodhjen fizike, sesa lodhjen psikologjike që shkakton profesioni, por asnjëherë nuk kam ndier dorën apo mbështetjen e një organizate, dhe kur flas për vete, flas edhe për kolegët e mi. Pra, ka pasur organizata, më në aspektin e shoqatave, që kanë folur ndoshta për punën e gazetarëve, po kanë pasur rreth tyre një grup të vogël gazetarësh. Dhe asnjëra prej tyre nuk ka ardhur tek unë apo te shumë kolegë të mi. Dhe prandaj ne e pam të nevojshme krijimin e kësaj sindikate që të lobojmë për të drejtat e gazetarëve dhe punonjësve të medias, për të pasur një marrëdhënie pune korrekte, atë që në fund të fundit e garanton kodi punës në Shqipëri, e garanton ligji shqiptar. Cilët janë kolegët që t'janë bashkuar, Miranda? Se sigurisht do të pyes më pas edhe për situatën se ku ndodhemi, po cilët janë disa nga kolegët që të janë bashkuar? Fillimisht kanë qenë një pjesë e miqve të mi të ngushtë. Sepse me ata kisha ndar idenë për krijimin e kësaj sindikate. Është shumë e vështirë, sepse sindikata është një organizim vullnetar. Dhe është e vështirë që të ngrihet, të eci me këmbët e saj. Dhe sigurisht që kam kërkuar mbështetjen e miqve fillimisht. Dhe më pas ne kemi filluar nëpërmjet takimeve që kemi zhvilluar. Keni bërë një sër takimesh, të kam ndjekur edhe në rrjetet sociale. Vitin e kaluar ne kemi marrë mbështetjen e Solidarity Center, që është qendra amerikane për të drejtat në punë.
Kemi prezantuar edhe tek partnerë të tjerë europian, ndërkombëtar, por me këtë qendër kemi bashkëpunuar më ngushtë dhe kemi bërë disa aktivitete, trajnime me gazetarët në të gjithë vendin, në të gjithë qytetet, fillimisht për të drejtat në punë. Sepse ne ka edhe një lloj në thonjza apo themi informimi ignorance, unë e pranoj dhe vetë për ato çfarë ne na garanton kodi punës ligji shqiptar, shumë gjëra që ne as nuk i imagjinojmë madje. Dhe pikërisht e kemi nisur nga kjo gjë, me informimin për çfarë ata duhet të kërkojmë për të drejtat e tyre. Kjo ka bërë edhe një lloj prezantimi dhe vetvetiu ata që e kanë parë të rëndësishme këtë iniciativë janë bashkuar. Pra kam kolegë që janë këtu në kryeqytet, në mediat qendrore, po them, por edhe gazetarë korespondent që janë një pjesë shumë e rëndësishme, dhe dua ta theksoj këtë gjë sepse zakonisht kur flasim për rrethet, i shohim si gazetar apo punonjës të medias të dorës së dytë, por janë, po themi, furnizuesi kryesor i televizioneve me lajme, me informacion. Gjithçka tjetër dhe janë ata të parët, mendoj, janë edhe më të rrezikuar se gazetarët këtu në qendër, sepse duke qenë në një vend më të vogël, janë mundësia e presionit është mbase më e madhe nga të gjitha anët. Dhe për këtë e kemi vlerësuar pjesëmarrjen dhe afrimin e tyre. Dhe këtu në kryeqytet, në qendër, ne kemi pasur shumë kolegë që janë afruar, ka një lloj skepticizmi, duhet ta pranojmë, sepse për mënyrën se si kanë funksionuar sindikatat apo shoqatat deri në këtë moment. Organizatat e tjera, po. Dhe gjëja e parë që pyesim, ndoshta është dhe pyetje shqiptarësh, si gjithmonë, që çfarë fitoj, apo çfarë përfiton ti, apo çfarë fitoj unë. Dhe është dhe ajo skepticizmi, është edhe frika. Sepse shumë gazetarë punonjës të medias. Më ndalu pak te frika, sepse sigurisht ne temën do ta kemi lidhur me gazetarët edhe situatën se ne ku ndodhemi të gjithë është një treg që na përket të gjithëve, po të ndalojmë pak tek mënyra se si është përballur, po themi, industri ose punëdhënësit në përgjithësi, si e kanë pritur këtë lloj organizimi, të paktën nga ato që ti ke parë, nga prezantimet vogla që mund keni bërë, ose të paktën nga feedbacku që mund keni marrë nga gazetarët që janë bashkuar. A është pritur mirë, a është pritur pak me dyshim ose me frikë? Mendoj do t'i ndaja në dy grupe. Ka nga ata që nuk i duan fare sindikatat, organizimet sindikale. Ndoshta edhe një grupim shumë të vogël brenda një redaksie që kërkon të drejtën e tyre, që mund të jetë paga, mund të jetë një orar apo një pushim gjatë festave, dhe bëhen një grup kolegësh bashkë dhe e kërkojnë, e shohin si diçka të patolerueshme, janë tërësisht totalisht kundër sindikatave. Ka nga ata, mendoj që ata që ndihen më të rrezikuar financiarisht, që shohin një gjë të mirë organizimin sindikal, sepse nga një anë mënyra edhe e trajnimit të gazetarëve nëpërmjet seminareve apo sesione që mund të ofrojë sindikata, automatikisht shon suksesin dhe te këta punëdhënës patjetër. Dhe prandaj po them, ndahen në dy grupe. Zakonisht është në opozitë sindikata me punëdhënësit, me thënë të drejtën, dhe nuk presim që të kemi ndonjë bashkëpunim të madh, por dua të them që ne i shohim si partner social. Deri diku, sepse dim edhe vështirësitë që përballen sot mediat, si biznese, mediat private, dhe tregu është bërë gjithmonë edhe më i vështirë për shkak edhe të konkurrencës, për shkak të teknologjisë që gjithmonë avancon, dhe do ishte shumë e mirë që dhe ata të na shihnin si partner social, sigurisht duke garantuar të drejtat primare, po themi, për punonjësit e tyre, dhe të lobojmë për një kontratë kolektive që shkon përtej asaj individuale. Çfarë përmban, nëse mund na i thuash pak a shumë të përmbledhur, kjo kontratë kolektive, dhe a ekziston, a është firmosur diku nëpër media? Kontrata kolektive është po themi një fuqi vetëm e sindikatave. Pra, shoqatat nuk mund të kenë, mund të negociojnë për një kontratë kolektive me punëdhënësit. Dhe
është pra unë thash që shkon përtej asaj individuale, Po. por në varësi dhe të institucionit ku janë këta punonjës media, sepse media të ndryshme kanë problematika të ndryshme. Dikush mund të ketë për shembull orët shtesë. Dikush mund të ketë ditët e pushimit, dikush mund të ketë pagat. Domethënë mund të ketë mjediset, komoditetin. Problematikat janë me specifika të ndryshme. Po, specifika të ndryshme që negociohen nëpërmjet përfaqësuesve të sindikatës në atë media dhe punëdhënësit dhe më pas arrihet në një draft, po themi, të kontratës kolektive që përfshin kërkesat e punëmarrësve që për të cilat është rënë dakord edhe nga punëdhënësi. Po gjithmonë kontrata kolektive prevalon ndaj asaj individuale. Pra edhe ti nëse në një kontratë individuale ti ke diçka që nuk të përmbush, po themi, në një aspekt të caktuar, për shembull paga apo indeksimi i pagës çdo vit, dhe nëse ti atë e ke në kontratën kolektive, do të ndodh. Pra, gjithmonë prevalon kontrata kolektive përpara asaj individuale, asaj që rregullon marrëdhënien në një pozitë më të pozitive, më të mirë të punëmarrësit ndaj punëdhënësit. Sigurisht që merren parasysh ligji shqiptar, kodi i punës, merren parasysh dhe konventa të ndryshme që ka nënshkruar Shqipëria. Me që më kujtove konventat, ne jemi në një proces, si thuash edhe dialogu me median, institucionet publike po e bëjnë këtë gjë. A keni pasur ju ndonjë sinjal nga qeveria, inspektorati i punës, a nuk e di, në një institucion publik që do të dialogoj, të bisedoj për të kuptuar realisht se cilat janë kërkesat tuaja ose kërkesat e të gjithëve xhanën, sepse jemi brenda këtij tregu të gjithë. Sindikata nuk mund të loboj nëpërmjet organizatave, nëpërmjet institucioneve për të drejtat e gazetarëve, punonjësve të medias, nuk është e detyruar apo nuk është të hynë në një marrëdhënie me një institucion. Megjithatë ne prej disa muajsh kemi hyrë në një marrëdhënie me Inspektoratin e Punës. Dim që ka pasur shumë ankesa, kemi informacion individuale, jo nga shoqata apo organizata, në Inspektoratin e Punës, dhe nisur edhe nga përvoja pozitive që një kolegja ime kishte pasur me Inspektoratin e Punës, ne menduam të drejtoheshim, pavarësisht se skepticizmi ekzistonte. Se ne flasim në kafe, po themi me njëri tjetrin. Po kur dalim publikisht pastaj. Ndoshta nuk flasim publikisht, po problemet e institucionet unë jam e bindur që i din, se çfarë probleme kanë mediat. Ndoshta nuk i din deri në çfarë mase, po pak a shumë i din. Dhe kemi hyrë në këtë marrëdhënie, kemi çuar disa problematika dhe ka pasur reagime. Gjithsesi puna e inspektoratit është vetëm në lënien e detyrave apo vendosjen e gjobave, nuk është detyruese ndaj punëdhënësit. Dhe nevojitet më shumë akoma nga institucionet. Tatimet, Inspektorati i Punës, siç e tham, Avokati i Popullit, Komisioneri kundër diskriminimit, sepse më vjen shumë keq ta pranoj, por nisur edhe nga biseda që ne kemi pasur me kolegë në media të ndryshme dhe në gjithë Shqipërinë, ka shkelje të drejtave të njeriut në redaksit e mediave tona. A mund të na përmendësh disa nga tipologjitë e këtyre shkeljeve? Është shumë e rëndësishme që ne të japim realitetin, për të tregojmë ndoshta jo nëpërmjet fakteve specifike, sepse duhet të ruajmë edhe privatësinë e gazetarëve mbase në këtë rast të cilët s'na i kanë dhënë autorizimin për t'i përmendur, po nëse mund t'i kategorizojmë, t'i grupojmë si specifika shkeljesh. Po e cilat janë shkeljet më të dukshme ose problemet, po them, se shkelje nuk e di sa mund ta kategorizoj, po problemet janë të mëdha, po unë do ta filloja me pagën. Në vërtetë e thash që gazetaria apo të punosh në një media shihet si një mision dhe jam shumë e bindur që 90% atyre që punojnë në media e bëjnë më shumë prej pasionit dhe pasionit, po. Jo prej shpërblimit që marrin, po gjithsesi thash ata janë të gjithë familjarë dhe ka nevojë që të shpërblen për punën që bëjnë. Ndërkohë që pagat në një pjesë të mirë të mediave kanë vonesa, nuk deklarohen të plota siç janë. Mungon derdhja e kontributeve, sigurimeve, ka media që i deklarojnë po nuk i derdhin, dhe një gazetar nuk është në gjendje as të marrë një kredi nëse nuk i deklarohen
të ardhurat, ka diskriminime, shat qytet, ekzistojnë akoma këto. Pavarësisht se jemi në vitin 2025, veshja, gjënia, raca, ka akoma diskriminime. Për fat të keq më vjen shumë keq ta pranoj. Ka ende. Ka ende. Janë gjërat edhe më minimale, për shembull, karburanti që shpenzojnë gazetarët apo dhe operatorët për të shkuar në vend ngjarje, për ndjekur lajmin, që nuk u rimbursohet dhe shpeshherë duhet fusin duart në financat e familjes, kursimet që t'i paguajnë dhe ka raste që i marrin, por siç ka dhe raste që nuk i marrin fare. Prandaj dhe thash që gazetarët punonësit e medias 90% e tyre punojnë për pasion, jo për përfitime apo për ndonjë shpërblim të madh që mund të marrin nga puna e tyre në media. Pastaj janë mjetet e punës, nuk kanë logo, nuk kanë bateri për mikrofon, për kamerat. Një pjesë e pajisjeve janë shumë të vjetra, do të thënë nuk është teknologjia e updateuar, e përditësuar. Që nga mjetet, po flasim për redaksit, ato që janë brenda, për shembull. Mjetet bazike të punës përditshme, kufje, vendi, komoditeti mungon tërësisht. Do të thënë mjafton vetëm një vend pune, edhe kaq, nuk ka rëndësi. Shumë pak investojnë, shumë pak pronarët apo administratorët, ata që kanë media shumë pak investojnë për mirëqenien, komoditetin e punonjësve. Dhe pastaj të flasësh për shërbime psikologjike në raste raportimesh traumatike ose për ato që kompanitë jashtë i bëjnë në fakt. Ne na duken si të jashtëzakonshme, por janë shumë domosdoshme. Ato ritritet që ti merr punonjësit dhe i zhvendos mbase. Vetëm një kompani mediatike, nuk do ta përmend me emër, që më ka thënë një punonjës aty që bëjnë yoga në gjatë orarit të punës dhe jam habitur. Që nga për të duar trokitur. Nuk për fat keq ne nuk shkojmë dot të dyja sepse kërkon tjetër kualifikim. Sigurisht, ne nuk jemi në atë nivel fizik, por gjithsesi ideja është që duken si të jashtëzakonshme, por në fakt janë të domosdoshme. Ne i marrim me të qeshur, ndoshta qeshim, si thua, me problemet ato që kemi kaluar vetë në kurriz, jo të kolegëve. Por unë di vetë nga eksperienca personale, do me thënë që kam jetuar me lajmin, kam jetuar me atë që kam bërë, dhe çdo gjë më ka goditur. Ka njerëz ndoshta që janë më të ftohtë dhe nuk e bëjnë punën dhe mbarojnë, por unë e kam përjetuar. Po flas për shembull për periudhën e tërmetit. Ne raportonim në kohë reale çdo gjë që vinte live. Edhe periudha e Covidit. Dhe ne shkruanim duke qarë bashkë me kolegët tona. Edhe gjatë periudhës së Covidit që ishim të terrorizuar. Në fakt, punëdhënësi që unë kam pasur për herë të fundit, ka pas një qasje pozitive, nuk mund ta mohoj këtë ndër gazetarëve, po diku çalon puna në zinxhirin komandues gjithsesi. Por që gazetarët ka nevojë shumë për një trajtim, sidomos për shëndetin mendor, për mos folur për problemet fizike, që pjesa më e madhe kanë probleme me cervikalen. Po, nga qëndrimi ulur, nga syt. Dhe është një punë që praktikisht të gjithë janë bërë me syze, sepse në një mjedis të mbyllur sa ka rregulla edhe për shikimin, që në një farë kohë duhet kesh një shkëputje të shohësh në hapësirë, në dritë natyrale, në mjedise të mbyllura, pa ajrim të mjaftueshëm. Do me thënë problemet janë nga më të ndryshme. Pyetja ime është kjo, Miranda, që kur je në kushtet e punëmarrësit, ti natyrisht ke predispozitën të shikosh gjithçka që nuk shkon tek punëdhënësi yt. Mirë, po kur kalon në krahun tjetër, edhe duhet të shpërndash disa punë, edhe ke disa përgjegjësi, situata bëhet pak e vështirë, që do të thotë resurset mbase ndonjëherë janë të kufizuara, konkurenca është e lartë, presioni është shumë i lartë për të bërë këtë sukses dhe ndonjëherë përballesh me punëmarrës të cilët praktikisht mund kërkojnë më shumë se ç'japin. Edhe më lejo të ta shpjegoj fare thjesht në intervista për punësim, kam pasur raste kur ne si staf kemi gjetur dhe kërkesa të tipit unë punoj, por nuk të vi dot në redaksi, do punoj nga shtëpia, po themi, ose sa ditë e kam të shtunë të diel pushim, pra sa kushtëzime që ty si punëdhënës
e ke të pamundur ti plotësosh. Ndoshta të rinjt mund të jenë pak më kërkues, se ç'mund kemi qenë ne dikur edhe i niveli i sakrificës ka ndryshuar, se mund të jetë dhe kjo, por a ka një objektivitet në momentin që një punëmarrës të jep një punë edhe një punëdhënës të jep një punë dhe një punëmarrës e merr përsipër kundrejt kushteve që të dy bien dakord, a ka një objektivitet në vlerësimin Kuptova e shumë kësaj drejt. marrëdhënie, sepse duhet me qenë me thënë drejtën. Unë kam shumë gjëra për thënë për këtë temë. Ja, jemi këtu ti Shumë. themi. Është shumë temë e gjerë, prandaj përmenda partner social. Zakonisht në vende të ndryshme, marrëdhënia punëdhënës punëmarrës apo punëdhënës dhe sindikatave ka nivele të ndryshme. Për shembull në Amerikë, po themi në SBA, marrëdhënia midis sindikatave dhe punëdhënësve është krejtësisht në opozit. Shumë kritike, polarizuar, po. Ndërsa në Europë është më trajtohet si një partner social. Ne dim shumë mirë që media sot ka probleme që ka dhe shoqëria shqiptare. Dhe dim vështirësitë me të cilat përballen, nuk ecim në hënë, përballen punëdhënësit. Problemi është se gjithmonë punëdhënësi, jo të gjithë, tenton të maksimalizoj fitimin. Dhe shpesh herë në kurriz të gjithmonë. Po, Do me thënë, nëse do heqi dorë nga diçka, është gjithmonë nga të drejtat e punëmarrësve. E kuptoj, por këtë u them të studentëve. Unë jam në anën e punëmarrësve. E kuptoj. Ua qaj hallin, e them shqip, edhe punëdhënësve për problemet që përballen për shkak të politikave, po themi, si biznese, por ama mendoj që sot për sot janë më të doptit janë punëmarrësit. Pra gazetarët dhe punonjësit e mediave, kundrejt interesave të punëdhënësve. Sigurisht që ne do kërkonim një rrugë të mesme, po themi që por punëmarrësit duhet ta shohin dhe si një punëdhënësit duhet ta shohin edhe si një aleat, pra partner sindikatën, sepse ti e përmend vetë që na ka ndodhur që nuk e japin ndoshta atë, por ama kërkojnë. Dhe sindikata është aty që të ofrojë edhe trajnime, pse jo? Për gazetarët, për punonjësit e mediave, që ata të jenë në nivelin që sot e kërkon koha, që e kërkon teknologjia, por për fat të keq të gjitha, domethënë një gazetar nëse futet në një media, nuk ka asnjë lloj trajnimi, nuk ka as mundësi kohore që të marrë pjesë në për trajnime. Pra, dhe kjo diku sjell çalime edhe për punën e vetë pronarit administratorit. Duke mos u ndier i vetë realizuar, duke mos u ndier si një profesionist që ka kapur disa qëllime të vëna nga i vetë ose nga rrethi ku punon patjetër, do ndihet i kushtëzuar, do të ndihet i mos realizuar, do ndihet i frustruar, duke nisur që tek koha, por që tek koha e punës flas. Dhe mendoj që edhe kontrata, nëse do ketë kontrata të rregullta, edhe kjo gjë nuk favorizon vetën punëmarrësin, pra gazetarin dhe punonjësin e medias, po favorizon edhe pronarin, administratorin, sepse ka një marrëdhënie kontratuale të përcaktuar me rregulla të qarta, që në qoftë se ka një shkelje apo çdo, të dyja palët janë të mbrojtura. Megjithatë, se e nisa pak më parë për ta thënë që ja u them dhe studentëve, mediat janë biznese. Sigurisht nuk janë ato bizneset që shesin këpucë dhe patate. Jo për të thyer ata që e bëjnë, pra që shesin këto këpucët dhe patatet, por në kuptimin që nuk janë biznese që ofrojnë produkte. Merr një, merr dy. Pikërisht, një merr dy. Produkti që ofrojmë ne në përgjithësi si media është një produkt një natyre të veçantë, që i vlen shoqërisë e tjerë, por tek e fundit të gjitha këto media janë biznese, kanë nipte, kanë plane financiare, paguajnë taksa, paguajnë tatimet, gjithçka, sipas rregullave në fuqi, si një ndërmarrje. Dhe natyrisht në kushtet kur ti je përballë edhe një konkurrencë mbase të pandershme, që ja vështirësohet. Se mua më shkryuar pak perceptimi, sidomos kjo e lidhur pak edhe me të rinjt që
janë trajnuar mbase më shumë në aftësinë e tyre për të negociuar kushte më të mira për veten, duke mos ditur realisht se çfarë ofrojnë ata në treg. Cila është ajo gjë që është e pazvendësueshme që ata ofrojnë? Sigurisht nuk ka gjëra të pazvendësueshme, se jemi gjithë të zvendësueshëm, po si të thuash ajo gjë që një punëmarr, një punëdhënës nuk e gjen tek një gazetar tjetër ose të një punonjës tjetër i mediave. Te kjo e kam më shumë. Do të jap një argument që nuk e di sa e ke ndjer ti vet. Në vendin ku kam punuar në redaksin, kanë ardhur gazetarë shpesh të rinj që kanë pasur këtë pretendimin e pagës shumë më shumë se sa kemi ne filluar. Ja pra po ma aprovon dhe ti këtë gjë. Më dëgjoj deri në fund. Por nuk kam qenë nga ata që kam qenë kundër kësaj gjëje. Ka ndryshuar vërtet, domethënë për kohën që kemi qenë ne sakrifica e prindërve jona për të shkolluar e për të marrë këtë profesion që ne kemi sot, ka qenë shumë e madhe, por sot kostoja është dhe më e madhe. Dhe ti e di vetë si nën. Po, është logjik që shndron patjetër. Dhe ndoshta ata kanë një arsye, sepse sot kostoja e një shtëpie me qira ndryshon nga koha kur kemi qenë edhe. Ata s'mund të paguhet me 300 apo 400.000 lekë vjetra, njësoj si jemi paguar ne dikur, domethënë. Prandaj që unë nuk e shoh si njëri aspekt, si problem këtë, dhe mendoj se duhet të vlerësohen edhe gazetarët e rinj dhe të paguen për të përballuar koston e jetesës që sot është bërë shumë e lartë. Sigurisht që duhet të shikohet dhe puna dhe të shikohet ajo se çfarë jep gazetari. Por, nga ana tjetër, në momentin që ka një lloj ndryshimi në sistem, po themi me futjen e këtyre punonjësve të ri që kanë paga më të mira ndoshta se ata ekzistentët, ju linde drejtat atyre që janë që të kërkojnë. Do më thënë e shoh si një lloj leve për mirë, në kuptimin e për të lëvizur pagat. Nuk e shoh në aspektin që është diçka e keqe. Kemi probleme, sigurisht që edhe ne gazetarët kanë probleme, ndoshta ka çaluar diku edhe shkollimi, sepse ne kemi pasur me keqardhje edhe këtë, se nuk mund të themi të flasim sikur si dim problemet, me pasur student që kanë qenë ekselent, por kur ka ardhur puna për të shkruar një lajm, për të përballur me tregun, bërë pjesë e një redaksie, me industrinë, po. Kam pas probleme shumë të mëdha. Domethënë thjesht me shkrimin e një lajmi. Dhe e dim këtë gjë, prandaj dhe unë e përmenda disa herë që është e nevojshme që edhe punëdhënësit të na shkojnë si partner, që të zhvillojmë her pas here dhe trajnime që i vinë ndihmë atyre, sepse ndryshe është shkolla dhe ndryshe realiteti me cilën do përballen, dhe kjo gjë i ndihmon edhe gazetarët e rinj, punonjësit e rinj të mediave, duke filluar pse jo bashkëpunimet që në universitet me departamentet për të marrë burime njerëzore, për të marrë eksperiencë ata dhe nga të dyja palët, domethënë, dhe është vërtet është biznes dhe unë thash që gjithmonë biznesi synon që të maksimalizojë fitimet e veta. Dhe sindikata është një lloj opozite për punëdhënësit. Por mendoj se përfitimet e të dyja palëve në një marrëdhënie janë shumë më të mëdha se sa kjo marrëdhënie të mos ekzistoj fare. Edhe një gjë tjetër që kam vënë në re, Valmora, që një pjesë shumë e madhe e gazetarëve, punonjësve të medias po tërhiqen nga profesioni, po largohen. Disa po e lën, po e braktisin profesionin duke gjetur të tjera mënyra mbijetese, disa të tjerë po ikin fare. Dhe edhe kjo gjë ju vjen në ndihmë, sepse unë shikoj shumë që mediat online për sot vuajnë për gjetur gazetar, për redaksit e tyre. Dhe ne kemi biseduar shpesh për këtë temë. Dhe mendoj që kjo marrëdhënia prapë përsëri kontraktuale ndihmon që ti të vendosësh, të gjitha i shërbejnë një qëllimi, pavarësisht. Po, për ta bërë më të mirë profesionin dhe industria të përmirësoj, s'ka diskutimi, jemi gjithë këtu për një qëllim. Vetëm se unë desha të pyesja këta gazetarë që ti të paktën e kemi analizuar dhe bashkë, këta gazetarë që po largohen. A po largohen vetëm për shkak të pagave, apo largohen për kushte të këqija, ose po e zvendësojnë këtë profesionin to me një profesion tjetër? Si e ke parë ti, të paktën ato shembuj që ne njohim?
Se nuk është se më rezulton që është thjesht paga në fakt. Fola për shumë probleme, pak më përpara, po harruam ndoshta, ose e lash për një çështje tjetër, për pasigurinë që ekziston në punë. Gazetarët sot, qoftë ai me 20 vite eksperiencë, që mund quhet veteran, po them në gazetari, qoftë ai që sapo ka filluar, nuk e ka nesër vendin e punës të sigurt. Dhe kjo mendoj që është një nga arsyet kryesore që gazetarët e lën profesionin. Ata që mundet të bëjnë një punë tjetër, jam shumë e sigurt që e lën menjëherë për të sjellë edhe fitime më të mëdha për familjen e tyre, sepse kosto i jetesës pra ka më shumë siguri në profesione të tjera? Ka në Shqipëri po flas? Mund të krijosh diçka me profesionet e tjera, mund të krijosh një siguri, po themi financiare më shumë se sa me gazetarin, sepse në gazetari fundja je i varur nga ajo pagë, një punë tjetër nuk arrin do ta bësh, do presësh pagën fund muajit, e cila nuk të vjen ndonjëherë nuk vjen, dhe pikërisht nuk kanë këtë siguri dhe shikojnë profesione të tjera. Një pjesë e madhe pastaj janë dhe problemet që në kompleksitet të gjitha çavuan sot Shqipëria, shoqëria shqiptare, si politikat sociale, problemet me shëndetësinë janë shumë të mëdha, problemet me institucionet që ti nuk e gjen të drejtën tënde, shpeshherë dhe meritokracia që nuk funksionon në Shqipëri. Vazhdon kjo pjesa e raportit që gazetaria ka më shumë, industria ka më shumë gra punojnëse dhe më shumë shefa burra. Vazhdon. Të jetë e njëjtë, që mendoj që ky është një nga ato problemet reale në fakt, sepse më duket sikur industrinë po e mbajnë gratë profesioniste. Shikoj raportin në media ku kam qenë unë, domethënë për 10 vjet, po themi, kam pasur vetëm 2 drejtuese gra dhe 4 burra. Domethënë vetëm në media, në redaksin time flas. Pastaj në raporti është edhe akoma më i thellë ajo. Që kjo në fakt reflekton një problem shumë të madh të shoqërisë sonë. Punën e bëjnë nuk jam feministe, Valmora. Jo, s'ka diskutim, nuk ka lidhje me feminizmin fare, këto janë fakte që po punën e bëjnë gratë. Po, gjithmonë. Punën e bëjnë gratë, meritat i marrin burrat. Ti do thuash që ndonjëherë përballen me presione burrat, por mendoj që ai presioni shkon në zinxhir. Domethënë atë presion që ndjen ai do ta përcjellë diku, do ta shkarkoj diku, dhe në këtë rast është për atë që po thoshe, në fakt ke shumë të drejtë, edhe problematikat që përmende, se biem dakord se jetojmë në këtë Shqipërinë tonë të vogël. Megjithatë unë mendoj që edhe pjesa e largimeve nga profesioni, nuk po flas vetëm për emigrimin jashtë, po edhe largimi, lënia e këtij profesionit ton, edhe këtij misionit, më saktë se biem dakord që është mision dhe devocion, më shumë se sa një profesion që ti merr pagën në fund, pavarësisht se shoqërohet me këtë. Mendoj që vjen edhe për faktin se ne nuk mund t'i shmangemi dot ridimensionimit profesionit ton. Që do të thotë, nëse dikur punonim në gazeta, sot nuk ka më gazeta, sot ti do të përshtatesh edhe do të fitosh këto aftësitë e reja. Shiko si jemi përshtatur ne, kush e mendonte se do të takoshim në një moment pas sa vitesh i bie në një studio podcasti. Për sepse është profesioni në ndryshim, dhe pastaj kjo industri me gjithë problemet e veta që ka kjo industri e vogël shqiptare, patjetër sa i mban brenda sistemit, sa i nxjerr, sa dalin dhe janë edhe më të kënaqur sepse dalin dhe bëjnë gjërat që ata duan të bëjnë. Ka pas më shumë prurje, Valmora. Ka pasur, po themi këtu e përpara 10 viteve ka pasur më shumë prurje me gazetarët. Ishte edhe shumë e lehtë të zvendësonte, prandaj shpeshherë ulnin kokën edhe bënin kompromis me atë realitet që kishin gazetarë punonjësit e medias, kurse sot është më e vështirë për gjetur punonjës. Që punonjës që realisht janë të kualifikuar edhe që bëjnë punën. Është shumë e vështirë sot. Edhe për redaksit, thash edhe këto që pasigurisht që ofron profesioni apo media, edhe dikush që mbaron ndoshta gazetari, nuk zgjedh të bëj një master apo të bëj një specializim ose një profil tjetër që e çon diku ose marketingu që e çon diku tjetër. Prandaj them që pra ka ardhur si rezultat, vështirësia ka ardhur si rezultat se këta të rinj ose këto prurje të reja që mund të jenë edhe më të moshuar në moshë,
zgjedhin të bëjnë diçka tjetër, pra i kanë opsionet, apo më shumë për arsye të faktar shkaqeve tjera. Situatës, mendoj që situatës ku ndodhen mediat sot. Ëhë. Domethënë Pra dhe që gjithë janë në kushte problematika. skandaloze, në kushte që ti nuk mund të punosh dot. Është krejtësisht e vështirë. Shumë pak, edhe ti dhe unë i dim, shumë pak ka ngelur nga ata zëra të vërtet sot në media që flasin e çirren për të drejtën, për të vërtetën. Sepse ja ku dolëm edhe këtë harrova ta thosha në fakt pak më parë për çështjen e emigrimeve mbase të gazetarëve ose largimeve që nuk mendoj që ka qenë arsye paga, arsye kryesore ose ato 2-3 kushte të munguara, sepse ne njohim vetë disa prej kolegëve tanë se sa të zot kanë qenë edhe se sa kanë arritur t'i shërbejnë profesionin dhe t'i shërbejnë publikut, po ka qenë mbase kjo marrëdhënie e tensionuar me politikën, me presionet, Të gjitha bashkë mendoj. dhe këto bëhen të gjitha dhe pastaj kur ti thua dhe bën një llogari me vete që un jam këtu, po sakrifikoj dhe dua t'i shërbej publikut. Dhe po Pra, them, ma po okay, vlerësohen për këtë po gjë. marr dhe diçka më pak dhe nuk ka asnjë problem, mirë, po në momentin që ti nuk ke as këtë pavarësinë, Nuk ka pavarësi. Mediat shqiptare mbien nuk ka pavarësi. nuk kanë pavarësi. Ti i the vetë janë biznese, s'ke si të shkosh kundër interesave të punëdhënësit. Nuk ke se si. Punon atë, po themi, në atë shtëpi, në atë media, dhe varet edhe paga jote varet për interesave që ka punëdhënësi. Nuk vetëm do një çështje shumë e madhe që nuk, si thua, nuk bën dot kompromis as vetë punëdhënësi. Që do patjetër që do dali, si thua, e vërteta dhe e drejta. Po përgjithsisht, megjithatë, unë do t'i inkurajoja edhe ata që mund të jenë zhgënjur pak nga profesioni ose mund të jenë mërzitur, se kemi gjithë momentet vështira që ta shohim pak të mundësinë që ka sjell teknologjia, sepse ka sjellë realisht mundësi të jashtëzakonshme. Pra, në momentin që ne shikojmë veten që jemi në dorën e dikujt tjetër, që do duhet të punosh dhe të nënshkruash një kontratë me dikë. Një pjesë e madhe. Një pjesë e madhe, okay, mund të ndodhë kështu, po pse mos fillojmë ta rishikojmë që shiko, ne mund të bëjmë të gjërat vet. Një pjesë e madhe kanë bërë këtë gjë. Këtë më thuaj në një rast që një pjesë e madhe gazetarëve kanë dalë, janë bërë, si thash, punëdhënës, po themi, që për të gjetur për të pasur një dritare për të folur të vërtetën apo të drejtën, gjithmonë ajo është subjektive në bazë të atij personi subjektive, por e kanë gjetur një mënyrë që të kanalizojnë, po themi, apo të gjejnë një rrugë për të ardhmen e tyre. Kur nuk kanë gjetur vend në redaksit, kanë hapur mediat e tyre online apo kanale në YouTube e tjerë për të thënë të vërtetën. Një pjesë. Ndoshta më ata më të guximshmit. Po dhe po funksionon vetë, po të shikosh se jo të gjithë mund ta bëjnë. Janë shumë punonjës sot në media, janë shumë jashtë mase, nuk është. A ke një shifër, Miranda, se sa është numri punonjësve? Është vështirë sepse shumë punonjës punojnë në 2-3 media, merren, angazhohen. Është pak e vështirë për shifra, po është një numër shumë i madh, duke qenë se edhe mediat online janë shtuar, portalet, dhe nuk ka formalitet akoma, shumë e vështirë për të ka pasur shifra nga institucionet. Dhe sa herë bëjmë studime, shumë e vështirë të gjesh një shifër. Përveç kësaj edhe janë të kurrur, disa redaksi janë të kurrur, një pjesë shumë e madhe. Unë thash që ne kemi nisur një marrëdhënie, po themi, bashkëpunimi me Inspektoratin e Punës, dhe kemi disa problematika që kemi të ngritura nga media të ndryshme, që nuk dua t'i përmend aktualisht, po që po punojmë, dhe ka një tkurrje shumë të madhe në redaksit, për shkak të problemeve që përballen biznesi, apo për shkak të lidhjeve ndoshta edhe me politikën. Dhe që janë goditur, si thuash, nga ana e financave. Dhe nuk ka një numër, nuk ka një formalizim. Kjo është problemi më i madh. Që gjithë këto vite, pavarësisht punës që kanë bërë shumë shoqata, nuk ka një numër formal, konkret, apo të sakt, apo rreth afërsisht të sakt, të punonjësve dhe gazetarëve sot në Shqipëri. Janë shumë me mira, po them, gazetarë që vetëm një pjesë e tyre mund të bëjnë këtë që ti sugjerove, të gjejnë një mënyrë nëpërmjet teknologjisë.
një pjesë ngelen aty thash ose ndrojnë profesionin. Janë shumë, nuk arrihet. Është shumë më mirë që mediat funksionojnë edhe pse biznes, funksionojnë si një ndërmarrje, se sa gjithsecili se pastaj fillot përdoret media ndoshta edhe për të goditur për interesa të tjera. Jemi në një treg plural, duhet thënë. Dhe në një treg ku çdo profesionist tregon veten nëpërmjet produktit që prodhon. Kështu që gjithmonë duhet publiku ai që do vlerësoj secilin produkt. E për t'ju kthyer Miranda atij diskutimi që ne kishim sa i përket, mediat janë biznese, e tham, me nipte, konkurojnë në një treg të vështirë, në një treg që ndryshon nga dita në ditë. Ne vetë kemi bërë një studim lidhur me përdorimin e inteligjencës artificiale dhe nga viti 2024 deri në vitin 2025 po shohim toolse të reja, mjetet të reja të inteligjencës artificiale të integruara në industri. Tani mendoj pak se sa e vështirë është për ata që japin punë, pra për punëdhënësit, të jenë larg pamës, të jenë inovativ, të tërheqin me vete gjithë strukturën e madhe mediatike që kanë ngritur, se bëhet fjalë për struktura të mëdha, nuk po flasim për media me pak gazetar në redaksitë e tyre, pavarësisht se unë mendoj që te këto kanë rëndësinë e vet, se më duket sikur këto po bëjnë realisht ca punë shumë të mira në raport me pjesën më të madhe të industrisë mediatike, dhe nga ana tjetër profesioni ndryshon, po kështu mund përballen edhe me rezistencë të stafeve, se ky është një problem shumë i madh. Unë e di shumë mirë që punëdhënësit ndoshta do donin që t'i zvendçonin të tërë me teknologjinë nuk mendoj që do jetë me inteligjencën artificiale. Tani mbase ka në mendjen e tyre. Në fakt mund po të jetë diskutohen, vërtet. po diskutohen, janë gjëra po diskutohen se si mund ta zvendçojë inteligjenca artificiale një gazetare punonjës të medias dhe Ca problemet procese dhe mund t'i zvendçoj, me thënë të drejtën. Ca procese, po jo ndoshta të gjithë punëdhënësit do donin ti zvendçonin gazetarët dhe punonjësit, po megjithatë dua të them edhe diçka tjetër. Çdo gjë varet lidhur me këtë që theti, te produkti. Sa më shumë profesionist, më mirë për biznesin. Mendoj që do jetë më mirë sepse me që tham se është biznes, ti kur nxjerr një produkt në treg, nëse ai është me një cilësi të lartë, sigurisht që fitimet do t'i kesh më të mira. Pra, tani të kthehemi te fitimet, se këtu dua ta lidh. Të paktën ka rezultuar që në tregun shqiptar, në industrinë mediatike shqiptare, problemi kryesor, edhe këtë nuk e them unë, po e thon disa ekspertë që e studiojnë çështjen, është që sistemi i financimit. Dhe këtu nuk po flasim kryesisht për mbase për televizionet, të cilat funksionojnë me një sistem tjetër, që do të thotë funksionon mbase edhe me ca para publike. Po prandaj edhe unë ceka pak më sipër që shumë media janë të kurrur për shkak të problemeve që kanë pasur. Ndërkohë kemi këto mediat e tjera, të cilat ose janë presin 2-3 donacione për të funksionuar nëpërmjet të projekteve, ose do duhet të përballen një treg të vështirë, dhe nga ana tjetër, publiku nuk paguan për informacione. Pra mendo çfarë situate është për një media e cila duhet të rivalizojë dhe të konkurojë. Pak media, gjithmonë ka qenë kështu, Valmati e di që kur kemi qenë studente që pak media dalin mbi atë fitime. Dikur mediat në Shqipëri janë hapur për të marrë përfitime të tjera, nga ndërtues. Po dhe mediat e mëdha kanë dalë të gjitha me humbje, po të vësh re bilancet. Mendoj se media ka mundësi financiare. Edhe ndoshta nuk ka ndonjë fitim super të madh, por mendoj që del me bilance pozitive. Nëse ka një menaxhim të mirë, mendoj që ja del. Në një redaksi online mund të ketë reklama pafund, që e kalojnë dhe të kalojnë koston, po themi si të pagave të punojësve dhe koston financiare. Kështu që mendoj se po të duan ose po të jenë të kenë atë premisën pozitive për ti bërë gjërat siç duhen, mendoj se ja dalin edhe me financat. Pastaj nëse kanë goditje është problemi. Sepse shumë media në varësi të qëndrimeve të tyre për politikat, për edhe goditen nga politika, nga ata që je kanë pushtetin, institucionet. Dhe varet pastaj
aty është çështja e Po demokracisë. pikërisht. Megjithatë, unë dua ta mbyll këtë bisedë, Miranda, me pyetjen kryesore pse të qëllimit të kësaj bisede në thelb. Pse duhet ju bashkohen juve gazetarët e Shqipërisë dhe jo vetëm të Tiranës, kuptohet në të gjithë Shqipërinë, dhe çfarë do gjejnë, nuk po bëj pyetjen çfarë do përfitojnë, siç ja u kishim bërë të gjithë, por çfarë zgjidhjesh do të gjejnë? A do të gjejnë suport për problemet e tyre, çfarë? Kjo nismë Valmora ka qenë goxha e vështirë dhe sindikata, siç të thash, është vullnetare dhe çdo gjë varet nga dëshira për ta bërë diçka. Unë nuk e kam nisur as për karrierë, kam qenë në krye të kësaj organizate, as për qëllime përfitimi personal, por e kam parë si diçka që do të shërbej të gjithëve. Sindikata e gazetarëve punojësve të medias, bashku me dy sindikata dhe ato të krijuara pothuajse në të njëjtën kohë me ne, që drejtohen po nga zonja, janë të parat që kanë vendosur në statutin e tyre edhe rotacionin, pra kufizimin e pushtetit për presidentin, më shumë se 2 mandate nuk ka të drejtë të kandidojë. Që ngeni më mirë se politika, kam përshtypjen. Pikërisht, dhe qëllimi jonë është që të funksionojmë në mënyrë shumë demokratike. Por i gjithë suksesi një sindikate është tek bashkimi, tek uniteti. Pra duhet të ketë më shumë njerëz që punonjës të medias që besojnë tek njëri tjetri, ndoshta jo për të qenë ndoshta edhe miq, po për të parë për atë çfarë duan të arrijnë, që është mbrojtja e të drejtave të tyre kryesore. Sindikata është e vetmja, domethënë që ligji shqiptar i njeh të drejtën e marrëdhënies kontraktuale me punëdhënësin, e përmenda. Dhe solidariteti është në ekzistencën e sindikatës. Është e vetmja që mund të loboj për të drejtat e tyre në punë, në atë që ata bëjnë për ditë, për kushtet, për gjitha problematikat që vetë gazetarët i kanë ngritur gjatë takimeve që ne kemi pasur. Nuk mjafton vetëm një reagim në Facebook, se ajo është gjëja më e lehtë ndoshta për të bërë, por për të futur tamam në një marrëdhënie me punëdhënësin që rregullon punën e tyre të përditshme. Sindikata është gjithëpërfshirëse. Shpesh jemi mësuar që ekzistojnë këto mentalitetet, jo pse erdhi ky, jo s'dua të vi unë. E në gazetarët njihemi, shuhemi për këtë. Si edhe në dasma të kemi. Mos solidaritetit dhe... Por duhet që të gjithë të shohin për qëllimin e përbashkët. Duhet të ndryshoj situata e medias, situata e gazetarëve punonjësve të medias. Një kolege ime që ishte shkëputur prej shumë vitesh nga gazetaria dhe u rikthye, e gjej situatën më keq se çka qenë. Ky është një tregues shumë i keq, por që duhet na frymëzoj, po themi, që ne të bashkohemi të gjithë së bashku për një qëllim të përbashkët, që janë sigurimi të drejtave në punë, në bazë të problematikave të ndryshme që ka secila media. Jo përtej asaj që garanton ligji shqiptar, por gjithmonë bazuar në atë çfarë jep kodi i punës, të drejtat kryesore që meriton çdo punëmarrës. A ke ti 2-3 porosi për punëdhënësit sot? Qoftë edhe 2-3 ndryshime të vogla që ata mund t'i bëjnë në favor të përmirësimit kushteve të gazetarëve të tyre. Se mbase mund t'i dhe porosia t'i japin pagat në kohë, base. Ajo është gjëja primare, sepse të gjithë kanë familje nga pas, edhe nëse janë beqar, po themi, kanë një standard jetese, përballen me probleme të shumta, siç përballen të gjithë, duke qenë se çmimet për herë po shkojnë duke u rritur, kanë kredi për të paguar, kanë fëmijë për të shkolluar dhe nuk duhet t'i shohin si sklever. Mendoj që punonjësit nuk duhet të shihen si sklever, por si bashkëpunëtor për të arritur një qëllim të përbashkët. Dhe një fjalë pozitive, arroganca është gjëja më e tmerrshme, mendoj që përballen edhe punonjësit e medias. Një fjalë pozitive ndoshta ndikon shumë për rritjen e profesionalizmit, për rritjen e edhe të produktit dhe të përfitimeve të tyre në fund të fundit. Një inkurajim për gazetarët e punonjësit të medias, sigurisht që edhe
krijimi kushteve minimale për të vijuar punën e tyre. Ato që përmendëm, pak karburant më shumë, 2-3 kushte, 2-3 bateri më shumë, Edhe suporti. edhe duken gjëra të vogla, por në fakt influencojnë jashtëzakonisht në punën e përditshme që gazetarët bëjnë duke qëndruar për orë të gjata në terren dhe në kushte të vështira. Mendoj që imazhi i gazetarëve, ti e di dhe vetë Donora, ka qenë shumë e lartë. Dikur po e tregoj si Barsalet në fund, kur më pyestin se çfarë pune bëja, nuk e thosha gazetare, po e thosha mësuese, sepse më vinte pak, nuk doja të vijesha në qendër të vëmendjes se të gjithë kthenin kokat, se kishte një lloj respekti, një lloj imazhi gazetari. Sot është për tokë. Jam gjendur në disa situata shumë të vështira, duke folur me një gjuhë shumë arrogante për gazetarët, si duke parë si median si kazan, siç jemi etiketuar, dhe jemi vënë Ka funksionuar kjo strategjia e politikës për të na delegjitimizuar. Është denigruar, mund të them. Dhe mendoj se edhe shoqëria duhet ta shohë gazetarin dhe punonjësin e medias si një aleat, sepse gazetari, punonjësi i medias është aty për interesin publik, mendoj. Detyra kryesore është mbrojtja e interesit publik dhe jo si një armik. Pra, se ka rënë, thash, imazhi jashtëmas se shumë i gazetarëve përpiqen të rrisin përfitimet e tyre, mashtrojnë shumë akuza të tmerrshme që nuk kanë qenë më përpara. Pavarësisht se ka pas probleme shumë të mëdha, media, ka pas gazetarë që kanë punuar 20 vite dhe nuk kanë rezultuar në sistem, domethënë dhe sot nuk arrin do të marrin pensionin, po themi, ata në vitet e para të demokracisë. Por sot imazhi i gazetarëve, punonjësve të medias është më i sulmuar dhe më i denigruar se kurrë. Dhe ta vlerësojnë figurën e gazetarit, pavarësisht se nuk është VIP, nuk është një, po themi, s'ka lidhje me famën gazetari. E shohim pak, domethënë, e shohim pak lidhur her pas here, por duhet të vlerësuar se nuk flasim vetëm për ata 10 gazetarë apo 20 apo 100 që dalin në ekran. Flasim për gjithë gazetarët dhe punonjësit e medias që janë paskuitave, operator, montazhier, që të gjithë, domethënë, dhe duhet të kenë të gëzojnë respektin e tyre. Mendoj se meritojnë respektin edhe të publikut. Të falenderoj shumë, Miranda, që more nga koha jote për të qenë me ne dhe me audiencën tonë, dhe të falenderoj që ke marrë këtë sipërmarrje në shërbim publik. Faleminderit. Duke na ndihmuar të gjithëve dhe duke na dhënë dhe vërejtjet përkatëse për mënyrën se si nënshkruajmë kontrata, si i zbatojmë kontratat, se edhe zbatimi është proces më vete, pastaj ti mund të kesh kontrata fantastike, po mënyra se si zbatohet dhe një pjesë e mirë nuk e lexojnë fare kontratën. Dhe kështu që të falenderoj shumë që ishe me ne sot. Ka shumë për të folur për këtë. Po do për kemi media, për gazetarët. Do të kemi prapë mundësi. Shpresoj të kemi thënë disa gjëra të rëndësishme. Kur të duash ja po ta bëj ftesën sërish, na i sill problemet, sepse është e rëndësishme që ne të dimë ku jemi. Faleminderit. Dhe juve ju uroj suksese, sepse e shoh me shumë rëndësi që të jepni zë problemeve reale që ekzistojnë sot në shoqërinë shqiptare, që shpesh nuk i jepen zë.